Omeri radhiyallahu an kur u plagos dhe ndodhi që ndodhi nga ana e Ebu Lu'lu'at el-Majusi duke kryer këtë atentat mbi Omerin radhiyallahu an, ai që ka qenë menjëherë prapa Omerit duke fal namaz ka qenë Abdurrahman bin Aufi. Saqë Omeri pasi që u plagos apo e kapi për tesha, për rrobe Abdurrahman bin Aufin dhe ai doli u afali muslimanëve namaz. Dhe përfundoi namazin, e fal namazin më shkurt, e përfundoi atë dhe njerëzit nuk e kuptuan se çfarë ndodhi vetëm pasi që përfundoi namazi dhe e morën vesh që Omer radhiyallahu anhu paska qenë do thotë i plagosur dhe kështu me radhë. Qëndroi pranë Omerit në ditët e fundit të jetës së tij dhe Omer radhiyallahu anhu e ngarkoi me një detyrë të rëndë dhe me një barë shumë të madhe Abdurrahman bin Aufin, e ajo ishte që ta udhëheq procesin e zgjedhjes së halifit që do të vijë pas Omerit. Dhe ja dha udhëzimet dhe këshillat dhe i tregoi që ti o Abdurrahman udhëheqi këta. Në qatë moment që ishe që nuk po ngojnë, nuk po bin dakord dhe kështu me radhë, atëherë grupi që ti e udhëheq, ata tyre të japin besatimin dhe ti bënu khalife i muslimanëve. Por Abdurrahman bin Aufi e dinte se në mesin e tyre është Uthmani, është Aliu, ka njerëz që kanë më shumë vlerë dhe më shumë peshë dhe janë do thotë më të dëshmuar në këtë fushë, atëherë Abdurrahman bin Aufi e mori besatimin nga Uthmani dhe nga Aliu radhiyallahu anhu që unë do të japi mundin maksimal që ta përzgjedhë se kush është më meritori, duke ju referu sahabëve, duke ju referu njerëzve, kush po e përzgjedh Uthman dhe kush po e përzgjedh Aliun dhe mbi bazë saj pastaj ja zgjati dorën dhe ja japi besatimin për halife Uthmanit radhiyallahu anhu dhe pastaj u ngrit edhe Aliu i japi besatimin Uthmanit dhe kështu u zgjodh halifi i tretë i muslimanëve pas Ebu Bekrit, Omerit, u zgjodh Uthmani radhiyallahu anhu dhe roli i Abdurrahman bin Aufit ka qenë rol shumë i fuqishëm dhe ka qenë të jetë i rëndësishëm, po megjithë një barë të madhe dhe ngarkesë jo të lehtë, por ja doli me lejen Allah të Azza dhe me ndihmën e tij që të mos e anashkaloj më të mirin, po ato ta përzgjedh për halife dhe i tha Aliut radhiyallahu anhu, njerëzit nuk e krahasonin me Uthmanin askën, kështu që ai është halifi dhe ai është udhëheqësi i muslimanëve që do të vijë pas Omerit radhiyallahu anhu wa arda.